Në shtëpinë Muzej Samir Epishti është zhvilluar ceremonia edicionit të 4 të festivalit ndërkombëtar Gegnisht 2025, një konkurs letrar që promovon dhe nxit krijimtarinë Gegnisht si pjesë e identitetit kulturor shqiptar. Në fjalën e saj përshëndetëse, Andita Repishti vlerësoi këtë nisëm si një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtimin e figurave të mëdha të kulturës shqiptare. Unë ju faleminderoj gjithëve që jeni këtu, për ne është një emocion i jashtëzakonshëm me e hap shtëpinë për njerëzit e dashur, të cilët marrin pjesë në një fest të Gegnishtes. Edhe kjo natë për ne është shumë e rëndësishme. Faleminderit që jeni në emër të familjes teme, të nënës teme, të vllajt tem i cili është në Firenze, të motrës teme e cila është në Gjermani. Realiteti i sotëm më don që repishtët të jenë të gjithë të ikun, por në të vërtet ne na ton këtu. Kështu që realiteti është edhe ai, është edhe ky. Faleminderit që jeni dhe uroj të ritakohen vetëm raste të bukura. Në këtë edicion janë 5 çmime kryesore: Dremjeta për poezinë më të mirë, Gjon Shoaku për përkthimin më të mirë, Ernest Kuliqi për prozën më të mirë, Arshi Pipa për esen më të mirë dhe çmimi i festivalit Samir Epishti. Fituesit e çmimeve shprehen mirënjohjen për vlerësimin ndaj tyre. Unë e shoh që ajo ka bërë një vepër shumë të mirë, sepse ka krijuar një sinkretizëm. Përse prima e din shumë mirë, domethënë e kësaj fjale, po ai sinkretizmi tradicional, ku lidhet kërcimi, muzika dhe poezia. Këtu ka sinkretizëm shumë më të madh, se ka arkitekturë, ka botanik, por mi të gjitha ka njerëzillek. Është vërtet një ndjenjë e veçantë, edhe natyrisht falenderoj organizatorët, jurinë, edhe pjesëtarët muzikor, edhe gjithë juve. Ju falenderoj shumë dhe natyrisht e fundit, më falni ju lutem, të fund mendes nuk e kam menduar ndonjëherë që do ta kem një shpërblim të tillë sikur me emrin e Gjon Shllakut. Është një emocion i veçantë për mua që ndodhem sonte këtu në borën e shtëpisë së Samir Epishtit dhe nderohem me çmimin Ernest Kuliqi, një shkrimtar gur themeli i prozës shqipe, do thoja pioner i prozës moderne shqipe. Unë kam rreth 15 vite që shkruaj. Çmimet janë shtysa që na motivojnë, na dëshmojnë që ajo që shkruaj ka një farë vlerë. Gegnishtja nuk është separatiste, ndarje. Të jesh pjesë e një njësie gjeografike, fizike, kulturore, sociale apo gjuhësore, siç jemi ne që i përkasim si themi këtij entiteti, është thjesht një fat që bie në karan ne, i miri keq nuk ka rëndësi. Por nga ana tjetër, të zgjedhësh që ta marrësh në kam është një detyrë. Dhe jo vetëm Gegnishten, edhe të skrishten letrare. Sepse përsëri duke ju referuar Tullio de Mauros, ai thotë që nëse gjuha norm apo gjuha letrare është pema, dialektet janë limfa e saj. Janë gjaku dhe oksigjeni. Përmes një organizimi të kujdesshëm nga organizatorët Denata Roi, Kastriot Kruja dhe Ndriçim Lika, festivali mblodhi autor, studiuese dhe dashamirës të letërsisë shqipe në një mbrëmje të mbushur me emocione dhe vlerësime.